Ju përshëndes të gjithëve. Prokuroria themelore në Prishtinë, në koordinim me Policinë e Kosovës, ka kryer bastisje në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve lidhur me dyshimet për veprat penale, keqpërdorimi i pozitës ose autoritetit zyrtar dhe rastet e posaçme të falsifikimit të dokumenteve. Ministria e Industrisë, Tregtisë, Ndërmarrësisë dhe Inovacionit njofton se hetimi lidhet me ndryshimin e pronësisë së një biznesi. Sipas saj, ARBK më herët ka identifikuar një keq interpretim të një aktgjykimi gjyqësor i cili është korrigjuar në përputhje me procedurat ligjore. Ministria ka bërtëditur se do të njoftoj për çdo zhvillim të mëtejshëm, ndërsa prokuroria ende nuk ka konfirmuar nëse ka ndalime apo arrestime të zyrtarëve gjatë këtij aksioni. Ju një tani me të tjera zhvillime të ditës, 5 medalje olimpike dhe 10 suksese botërore tashmë do të kenë një adresë më moderne. Në Pej është vënë gur themeli për zgjerimin e Qendrës Nacionale të Judos, një investim kapital i qeverisë me vlerë mbi 5.7 milion euro. Ky projekt u cilësua si përgjigje ndaj rezultateve kulmore që ky sport ja ka sjellë vendit. Qendra pritet të jetë gati edhe për garat e sporteve luftarake në kuadër të lojrave mesdhetare Prishtina 2030. Lagja e kampionëve në Pej po merr një pamje të re. Në ceremoninë e gurthemelit të zgjerimit të Qendrës Nacionale të Judos, krahas kryetarit të Federatës së Judos, Agron Kuka dhe trajnerit Driton Kuka, morën pjesë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ministri i sportit Blerim Gashani. Projekti që ka vlerën e mbi 5.7 milion eurove, synon t'i jap Judos shtëpinë që meriton, një objekt multifunksional me palestra moderne, pishinë e akomodim. Projekti do të krijojë kushtet që Judoja e Kosovës të vazhdoj punën përpara, të forcoj rolin e saj si qendër stërvitore në Evropë dhe njëkohësisht të kontribuoj në zgjerimin dhe ngritjen e sportit, turizmit dhe ekonomisë në vendin tonë. Para plot 30 vitesh, pak metra nga këtu, ka qenë babajem që ka vendosur një gurthemel. Ai ka qenë gurthemeli i mbijetesës. Po ka qenë mbijetesa e sportit fisnik të Judos pas uzurpimit të palestrave publike nga autobusi sërb. Dhe pas çlirimit në poat vend vazhdoi puna e madhe e sakrifica për përfaqësimin e shtetit tonë, gjithandej botës. Ne si komuniteti Judos gjithmonë kemi parasysh një fakt që faktikisht gjithmonë ajo që investohet në ne tentojmë ta kthejmë shumë fish kon shumë. Kjo qendër nacionale u tha se do të shërbejë shumë edhe për judistët dhe karateistët, të cilët do të garojnë për Kosovën edhe në lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka kritikuar strukturën e kabinetit qeveritar duke cilësuar ndër më të mëdhat në rajon dhe me qindra emrime politike, ndërsa deputeti Albana Bytyqi ka ngritur shqetësime për mungesë të përfaqësimit ligjor. Njësër kritika është në adresë të ekzekutivit adresoi në një konferencë për media Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, duke shënjestruar kabinetin qeveritar. Shefi deputetëve të AK-s Besnik Tahiri në paraqitjen e një analizit të strukturës së kabinetit qeveritar, tha se është ndër më të mëdhat në Ballkanin perëndimor për nga numri me 453 të emëruar. Kryeministri ka 24 këshilltar politik, prej tyre 10 jashtëm dhe 15 staf. Zëvendës kryeministrat kanë 8 deri 11 këshilltar, prej tyre janë 5 jashtëm dhe 6 staf mrena kabineteve të veta. Ndaj kritikave të Aleancës ka reaguar deputeti vetëvendosjes Artan Abrashi. Përmes një postimi në Facebook, Abrashi ka ironizuar me kritikat e Tahirit duke u kujtuar numrin e madh të ministrave në kohën e qeverisjes Haradinaj. Veç mu kujtuan me njëherë diku 80 zëvendës ministra, njerit që as emrin si ja dinte kryeministri Haradinaj aso kohë. Mos të flasim për stafin tjetër, ka shkruar Abrashi. Ndrojmë tani temë. Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Bashkim Jashari, priti në takim dhe dekoroi me medaljen Shërbim Vetmohues rreshter majorin komandues të Gardës Nacionale të Ajovës. Gjatë takimit u diskutua bashkëpunimi i shkëlqyer ndërmjet FSK-s dhe Gardës së Ajovës me fokus zhvillimin e trupës së nënoficerëve. General Jashari vlerësoi kontributin e partnerëve amerikanë në ndërtimin e një strukture profesionale në FSK, ndërsa Stracer falenderoi leadershipin e Jasharit
qytetarit për mbështetjen e dhënë. Katër persona kanë humbur jetën në një aksident të rënd në Vjenë pas rrëzimit të një skele me një kantier ndërtimi. Ambasada e Kosovës dhe policia në Austri kanë konfirmuar se 3 nga viktimat janë shtetas të Kosovës, Pajtim Bajrami, Aslan Musliu dhe Istref Zekaj, ndërsa viktima e 4 është nga Bosnja. Autoritetet austriake po i hetojnë shkaqet e ngjarjes, ndërsa ambasada dhe qeveria njoftojnë se janë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet austriake si dhe me familjarët e viktimave me qëllim të ofrimit mbështetjes së nevojshme. Ngushëllime e familjeve të 3 bashkëdhetarëve të vdekur në Vjenë u kanë shprehur presidenti Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, kryeparlamentari Albulena Axhiu, ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Glau Konjufca dhe kryetari i Skënderajt Samil Ushtaku. Rasti një fëmijë 5 vjeç nga Lipjani që ndodhet në gjendje të rëndë në qendrën klinike universitare të Kosovës me plagë serioze dhe dyshime për keq ushqyerje ka ngritur shqetësim të madh publik. Për rastin ka reaguar edhe UNICEF-i, duke kërkuar hetim të plotë dhe përgjegjësi për dhunën dhe neglizhencën ndaj fëmijëve. Edhe koalicioni i organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve ka kërkuar llogaridhënie, duke theksuar se familja ishte e njohur për institucionet prej vitesh, ndërkohë klinika e pediatrisë ka njoftuar se fëmia i shtrirë në kujdesin intensiv është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale në Shputa nga ekipet e ortopedisë dhe kirurgjisë plastike. Sipas mjekëve, operacioni ka përfunduar me sukses dhe gjendja e tij ka qenë stabile gjatë procedurës. Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë kanë konfirmuar rastet e para të infektimit të gjedhëve me tuberkulozë dhe brucelozë në fshatin Lubish të Vitis. Rasti i parë u identifikua më 3 mars dhe autoritetet po ndërmarrin të gjitha masat ligjore për fshirë asgjësimin e kafshëve të infektuara brenda 30 ditëve nga konfirmimi, thuhet kështu në njoftimin e dërguar. Fermerëve dhe qytetarëve u bë thirrje që të bashkëpunojnë me ministrinë dhe agjencinë që të raportojnë çdo dyshim për sëmundje të ngjashme. MHP Arena në Lubinsburg, një vend me peshë historike për boksin shqiptar, po bëhet gati të ndizet sërish më 27 qershor. Ardian Krasniqi, bokseri që po ngjit me shpejtësi shkallët e suksesit botror, këtë herë synon titullin e kampionit Evropës. Ai nuk do të jetë i vetëm, pasi një numër i madh bokserësh shqiptar pritet durojnë spektakël në ringun gjerman. MHP Arena në Ludwigsburg po bëhet gati të presë një tjetër natë magjike për sportin shqiptar. Më 27 qershor, vëmendja e boksit ndërkombëtar do të jetë në Gjermani, aty ku Ardian Krasniqi synon një hap vendimtar në karrierën e tij, titullin e kampionit të Evropës. Si numri 6 në ranglistën botërore, Ardiani është tashmë në prag të elitës. Një fitore në këtë mbrëmje do ta vendosë atë drejt për drejt në radarët e kampionëve të mëdhenj, madje si një sfidant serioz për emra si Dmitri Bivol. Në trashëgiminë e madhe të Luan Krasniqit, kjo natë do të jetë një festë e vërtet kombëtare. Plot 8 boksierë shqiptar do të ngjiten në ring, ndër emrat më të spikatur janë Bujar Tahiri, numri 1 në Gjermani për peshën e mesme, dhe i riu premtues Viktor Cakiqi. Listës i shtohen edhe talentët Fatlum Dreshaj, Ariane Jupi, Fidaim Brahimi dhe Eriz Bajra. Me rreth 5.000 spektatorë që pritet të mbushin arenën, 27 qershori premton emocione të forta në një mbrëmje ku bashkohet krenaria dhe synimi për historinë e re të boksit shqiptar. Shohim tani zhvillimet kryesore